Ministri i dorëhequr nga posti i tij, Fatmir Xhafaj, ka komentuar operacionin e nisur që prej 20 shtatorit të këtij viti, dëshkimi të Fordëve, ku sot u bën publike rezultatet e javës së fundit. Xhafaj në një postim në rrjetet sociale tha se ky operacion nuk është një show, por një përballje reale me krimin. Po ashtu ministri i dorëhequr shton se operacioni policor në dëshkimit të Fordëve është në rrugën e tij të suksesit. Në 7 ditë mbi 50 persona u arrestuan, në 6 javë mbi 390 veta në pranga. Ky operacion i ri që ideuam e realizuam në këto 2 muaj nuk është një show a betejë në rrjetet sociale, por përballje me krimin reale. Janë me fakte, me emra konkret të fortësh që përballen me drejtësinë. Dëshmi e qartë e autoritetit të shtetit dhe të policisë. Forca e ligjit në territor në veprim proaktiv goditës. Operacioni policor në dëshkimit të Fordëve është në rrugën e tij të suksesit. Në 7 ditë mbi 50 persona u arrestuan, në 6 javë mbi 390 veta në pranga. Rezultate që flasin vetë, shifra sa për 1000 fjalë. Daullexhinjt le të vazhdojnë avazin, thot Xhafaj.